Klodi dhe Alba përfshihen në një debat të ashpër dhe të ngarkuar me emocione. Klodi, i cili duket i acaruar dhe i vendosur, nuk kursen fjalët dhe i thot Albas se ajo është bullizuese dhe një njeri shumë i keq. Me një ton të fortë dhe të qartë, ai përshkruan sjelljen e saj si të papranueshme, duke nxjerrë në pa se si veprimet dhe fjalët e saj kanë ndikuar negativisht mbi të tjerët brenda shtëpisë. Banorët e tjerë që ndodhen pranë fillojnë të ndjejnë tensionin dhe nervozizmin e momentit. Disa mbeten të shtangur duke vëzhguar debatin me habi dhe shqetësim, ndërsa të tjerët përpiqen të kuptojnë arsyet që kanë çuar në këtë përplasje. Fjalët e Klodit bien rënd dhe krijojnë një atmosferë dramatike, ku emocionet dhe mlefi janë të dukshëm dhe të ndjerë nga të gjithë të pranishmin. Klodi vazhdon të flasë me vendosmëri, duke theksuar se nuk mund të tolerojë sjelljen e Albas dhe duke i treguar qartë se fjalët dhe veprimet e saj janë të dëmshme. Ai përpiqet të tregojë publikisht se nuk është vetëm një përplasjes personale, por se këto sjellje kanë ndikim mbi atmosferën dhe marrëdhëniet brenda shtëpisë. Çdo fjalë dhe çdo shikim i Klodit i jep momentit një ndjesë tensioni dhe rëndësie të veçantë. Alba përpiqet të mbajë qëndrimin e saj, por fjalët e Klodit e lën të habitur dhe të tensionuar. Reagimi i saj është i përzier, një kombinim mlefi dhe pak frike nga mënyra se si debati po shkon përpara. Banorët e tjerë fillojnë të diskutojnë midis tyre, duke analizuar situatën dhe duke vlerësuar se cili prej tyre ka të drejtë, duke e bërë tensionin edhe më të dukshëm. Ky debat shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother, ku fjalët e forta, mlefi dhe vendosmëria e Klodit ndërthuren për të krijuar një histori emocionale të fortë. Publiku ndjen qartë tensionin dhe nervozizmin që përshkon çdo veprim dhe çdo fjalë, duke e bërë këtë episod të paharrueshëm dhe të diskutueshëm. Atmosfera mbetet e tensionuar edhe pas përfundimit të debatit, sepse fjalët e Klodit lënë gjurmë të forta dhe ndikojnë në marrëdhëniet brenda shtëpisë, duke e bërë këtë një nga përplasjet më të ndjera dhe më të diskutueshme të ditës.